mençuria e njerit nuk është të ndërlozur në shkollën që i ka kryer. Mençuria e njerit nuk është në informata që i kapton, po në mënyrën e kuptimit të jetës së tij. I mëshëm është ai që e ka kuptuar jetën është e përkohshme, na kemi një rol. Pasoj dunjoja kena me dalë për Allah me llogari, prandaj përgatitu e mos u mos me dunjë. Ç'ky është i mëshëm? Ç'ky është i mëshëm? I po çfarë i mëshëm ai që din shumë, ka informata, mirë po i zhytën në epsh të dunjas, i habitën me saj, nuk e beson Allah, nuk e adhuron Allahun azza, nuk përgatit për pasdekjes hiç. Edhe pastaj thosh i mëshëm. Jo, ky dije ka pas, po dije mund me pas, njohuri mund me pas, këto se mund kërkush, ama i mençur, jo, mençuria është diçka tjetër. Mençuria është diçka tjetër. Ka mësë njëri për shembull, ka pak informata, po është më i mëshëm se ai që ka shumë informata ato. Prandaj në vëzër, ai që ka dije edhe ka para. Edhe i shfrytëzon për shembull në punë të këqija, në punë të liga. A është mëshëm kjo? Jo, s'është i mëshëm. Ky para ka, s'do të thosh nuk është i pasur, po i mëshëm s'është. Ky shkollë ka, ama sherrë që e bën ka thonë që kjo është i mëshëm. Njëri i mëshëm nuk bën të këqija. I mëshëm kupton se ka dalë vjen i ditë që dikush ta kthen. Vjen i ditë që kime pagu për këtë. Herë do kur do. Kime pagu, kime la kusura, fatura për çdo punë që e ke bërë. Njëri i mëshëm mendon për çdo ditë. S'mashtrohet me të tashmun, por mendon për të ardhmen.